Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Kam një intervistë, në fakt është e vështirë për mua, është e vështirë për shkak të pak njohurive që kam, por është edhe shumë e dashur, sepse sapo mbarova librin dhe kalova në një gjendje, si quhen këto gjendjet, zoti Bashkim Sheu, këto gjendjet që kur ti lexon një libër, bëhesh pjesë e tij, si ka emrin? Se di, mund të quhet identifikim me personazhin, nuk e di. Unë ja u thash, po shka razi, më ndodhi diçka e tillë, kur e nisa librin, e lexova një pjesë dhe natën fillova të bërtisja. Dhe në mëngjes u kujtova pse bërtisja, sepse mendoja që më kishin internuar. Më thënë, aq e fortë ishte ndjesia. Kështu që ky është libri i ri, Bashkim Sheu, do të jetë këtë javë, që nga kjo javë, në të gjitha libraritë e kryeqytetit. Është një roman, quhet Merimanga dhe Paztekja, është botimi shpisbotuese Dudaj. Është një fat që Bashkim Sheu shkruan shqip, sepse ka shumë që janë jashtë dhe nuk shkruajnë më shqip, duan të përkthehen. Po qa fati që ju keni këtë shqipe, unë e dua shumë shqipen tuaj. Më thënë, dikur ishte Kadareja që më ngacmonte fort, tani jeni ju. Ju faleminderit. Faleminderit. Më thënë, ka shumë fjalë të reja që filloja i nënvizoja, ndihesha shumë mirë, doja t'i përdorja, akoma, se do pak kohë që t'i përdorësh, nuk mund t'i marrësh borx, po ndihesha mirë për faktin që vazhdoni fusni fjalë të reja, që keni shqipe të shkëlqyer, që e doni kaq shumë shqipen. Kur nisi këtë dashuri për shqipen, kaq fort? Dhe kaq e dukshme është tani. Sa duket kur fillova të shkruaja, sigurisht kam shkruar në shqip gjithmonë, letërsi, se të tjera për shembull artikuj, gazete, ese, dhe mund të shkruaj edhe në gjuhë tjetër. Kurse letërsim nuk e do të thonë nëse ta bëja në gjuhë tjetër do unë janë cilësinë. Po me gjuhën pastaj kam punuar veçanërisht gjatë kohës që kam qenë në Burg, në Burgun e Borrelit. Çfarë lloj pune bëni ju me gjuhën? Si? Po, shfletoja fjalorin e gjuhës shqipe. Dhe kur shkruaja ishin disa fjalë që, domethënë, ishin ekspresive, po jo shumë të përdorura, dhe jam përpjekur t'i rivlerësoj ato fjalë. Që do të thotë shumica prej fjalëve që mua më duken si krijim, për shembull, ju keni gjetur dhe rivlerësuar. Po ndonjëherë ka edhe neologjizma sigurisht, se ajo nëse studion gjuhën dhe fillon e përdor, domethënë fillon ta zgjerosh fjalorin, përdor edhe neologjizma vetvetiu të vijnë. Në Burg fjalor shikonin më shumë apo lexonit? Jo, edhe lexonim edhe fjalor kishim. Ishin aty apo i kërkonit ja u sillni? Në Borrel kishim një bibliotekë, po edhe mund të porosisnim libra, domethënë ato që ishin në bibliotekën e qytetit dhe mund i blinim. Ama ju flisni në mënyrë natyrale dhe prandaj ky libër është i fortë dhe librat tuaj kanë këtë forcë, është edhe vjeshtë ankth gjithashtu, por kjo është një mënyrë tjetër libri. Ky është një libër tjetër, nuk ka lidhje. Kjo është gripi? Është fundi i viroze. Fundi i viroze të shkruara. U isha aty. Faleminderit. Edhe është fundi dhe një epoke madje. Duke tani, bashkë me virozat, të çapo ndodh. Po, pikërisht. Po si fillim dua të kthehem te e kaluara, se ne nuk e kemi ezauruar është fjala, se tani mua vjen turp të flas. Shtëruar, më vjen turp të mos flas shqip në emisionin shqip përballë jush. Nuk e kemi shtëruar. Edhe këto hynë në fjalët e huaja, po në të shkruar jo, sepse tingëllojnë çik si në vend për shembull një veshje me drut kesh plasmasa, kupton? Tamam, kur druri është e bukur. Kështu ndryrën ajo shqipja fjalët e huaja. Ne nuk e kemi shtëruar sa ç'duhet atë kohë, edhe për shkak të atyre që kanë treguar. Domethënë kanë treguar për arsye ndonjëherë për arsye të ndryshme, po jo dhe aq për arsye të letërsisë apo të dokumentimit të historisë. Kanë treguar në një mënyrë që nuk të mbush mendjen, edhe prandaj po e treguar prej jush unë fillova të kisha për internimin flasim, kemi folur e dim, është një histori që ne e dim, edhe treguar për njerëzve që kanë përjetuar, por ju e shkruanit në një mënyrë tjetër, shumë natyrale, shumë të thjeshtë, shumë të ftohtë, shumë të largët prej jush. Ju e keni provuar, edhe këtë lloj fazë, jo vetëm direkt Burgun. Kështu ishte si për personazhin? Internimi. Po, besoj, pak a shumë. Pak a shumë. Vetvetiu ka dalë përvojat, ndjesit që kam pasur. Sepse përvoja vjen në kohën që ti do të tregosh. Rikthehet fshati që ishte për qytet pastaj. Ku ishte ai vend? Në Belsh. Belsh kam qenë në internim, një pjesë të kohës. Por që nga përshkrimi duket si Belshi, domethënë edhe
do me thënë liqeni, transformimi që ka pësuar. Ktheheni ju atje? E shikoni? Po, kam qenë njëherë në 97 për të marrë ca dokumenta, për të kërkuar ca dokumenta, më duket sishin atje, sepse jemi zhvendosur. Dhe njëherë tjetër pastaj kam shkuar me familjen, që kemi shkuar më tej në Dumre, një shëtitje me makinë dhe për të ngrënë drejt diku, që ka ndryshuar krejtësisht Dumre. Komplet, po. Atëherë si ishte? Atëherë, po deri në Belsh kam qenë, nuk kam shkuar më tutje në atë kohë. Dhe ju pastaj mbas Belshit ishte erdhi shpejt Burreli? Jo, më çuan në Kryevith, vazhdoi internimi në disa muaj atje, pastaj Burreli. Në të dyja rastet? Herën e parë ka qenë Burreli. Herën e dytë më çuan në Spaç, në fillimin e 90-s. Dhe aty kisha qenë prapë, unë dola një nga Burreli, në fillim të 89-s, më çuan në internim në një fshat të Beratit, thellë, afër Skraparit. Aty mbas 11 muajsh më arrestuan prapë, në dhjetor të 89-s, dhe mbas hetuesisë, mbas gjyqit, shkova më çuan në Spaç. Në Spaç kam ndënjur 4 muaj, deri në qershor, se ishte koha që me vizitën e Perez de Huelarit u shpërndan këto që kishin burgjet që kishin emër më të keq, Burrelit dhe Spaçi. Edhe ne që ishim në Spaç na çuan në burgjet tjera, mua më çuan në Lukov. Në Lukov? Po, një grup, unë kam qenë në grupin e fundit të burgosëve politikë që kemi ikur, që na kanë heqë nga Spaçi, domethënë. Jemi larguar nga Spaçi, na çuan në Lukov. Kur e pëtju letrën për Rami Salin në këtë kohë? Në Lukov e shkruat? Jo, në Malinat të Beratit. Në Berat e shkruat? Po, në internim. Në internim? Po. E disa përshtyme më vën fakti që ju praktikisht po ishit haruar, le të themi, sa që mund të harohesh në atë kohë. Domethënë ishit si në punën tuaj dhe ju nuk e pat punën tuaj, ju shkruat një letër publike që do shumë sens civil, do shumë kurajo që ta bësh dhe ju e bët. I morët parasysh? E morë parasysh që mundet të ridënohesh. E morët parasysh? Po. Po pse bët atër? Po ashtu ma erdhi. Më thënë ishte një ndjenjë, nuk e di, një ndjenjë rebelimi, nuk e mbaja dot, si më thënë. Se kjo është, tek ajo letër, ti shikon atë që neve na mungon dhe tani. Na mungon në gjitha korat, shqiptarve në përgjithësi. Do thënë, ne bëjmë të fortin, po kështu e keni thënë dhe vetë në intervistë, kjo më ngacmoi, kemi armën, kemi thikën, kemi parat, jemi forti. Po kështu fuqi shpirtërore edhe nuk e gjejmë dot të vetja. Unë jam shumë e habitur që ju e bët atë gjë, duke mos ju njohur, se po të një do habitesh. Unë po them që jam ndryshe nga tjerët, ose nuk jam shumë ndryshe, po ishte situata ishte e skajshme. Më thënë, nuk isha një situatë normale. Më thënë, një jetë normale. Si ishte? Po, më thënë, në opozita e një njeriu që i dënuar, internuar dhe që si me thënë, kisha dalë hapur, në të që jam kundër këti regjimi. Edhe që kisha gjëra për të thënë. Nuk mund të mbaja, në më thënë. Në një moment, nuk dua të tregoj librin, dua t'ja lë të gjithë atyre që ka nevojë për një libër të mirë, ka nevojë të udhëtojnë në kohë. Do ja lë atyre këtë libër dhe nuk do flas për asgjë në detaje, po thjesht për një moment kur ai do di pse e kanë internuar, edhe për shfaqjet huaja. Për shfaqjet huaja, thot, në një moment ai po mundohet të kujtoj me kohë që çfarë ndodhi ai tregimi që libri që do bënte dhe se bëri dhe gjithë gjërat. Ndërkohë që kur ka përballjen e parë me njerëzit që e marrin në pyetje, është i kujdesshëm kur flet. Domethënë duke si një kohë e zhdukur dhe haruar, po në fakt, në mënyra të ndryshme, asgjë sikur s'ka ndryshuar, asgjë. Okej, nuk të internojnë. Jo, po dua të them, e keni fjalën për njerëzit vet apo për njerëzit vet? Nuk e di. Sikur tregoni për dikë që nuk është më, po që bën gjëra që ndodhin dhe tani. Dhe tani. Dhe ndërkohë ju e shikoni me largësi, edhe pse mua era im duket si ju. Ai nuk është ju, apo jo? Personazhi kryesar. Unë nuk kam synuar të paraqes veten. Por që besoj që pa dashur kanë dalë dhe gjërat mirë. Edhe gjëra që... Pse shkuat ju në Spanjë? Po, ishte koha, do më thënë, në 97-ën, pranverë në 97-ës, ishte një periudhë shumë e rrezikshme, siç e dini, që janë vrarë shumë njerëz, edhe që hiknin shumë njerëz, janë larguar dhjetra mira në atë kohë, dhe në mënyrë të dëshpëruar. Unë kisha një mundësi shumë të mirë, do më thënë, me
një organizat që quhej Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve. Presidenti ishte Salman Rushdie. Po. Dhe kisha kontakt me ta. Mendova në 96 mbas zgjedhjeve, domethënë të 26 majit, asaj masakrës elektorale që u bë, që ndoshta do vendose diktatura. Dhe u vura një herë në kontakt me ta, po kam të nuk kërkoj tani, vetëm mund të ndodhi. Edhe mendova do rri. Pastaj kur filloi ai kaos dhe ajo dhunë e 97-s, mendova që më mirë po iki. Më mirë po iki ca kohë. Dhe mendova të ikja për një vit, sa që kishin ata ta jepnin një bursë, edhe të çonin në një qytet, që quheshin qytet Strehim. Edhe të çonin në një qytet, kishte disa qytete në Europë, mua më çonë në Barcelonë, edhe mirë po, kaloi një vit, gjërat ishin normalizuar, si ishin më si në atë periudhë, si në pranverën e 97-s, po prap si ishin dhe aq mirë dhe veç asaj, unë ndjeva shumë mirë atje. Isha vetëm me gruan, menduam do shkojmë atje, nuk do jemi mes të huash, nuk do njohim njeri, do jemi vetëm, por të paktën do jemi në qetësi një farë kohë dhe të jashtë rreziku. Mirë, për mbas një viti pastaj, ndërkohë kisha njohur njerëz. Kisha krijuar kontakte, ose ishin krijuar kontakte me mua, shoqata të ndryshme, veçanërisht shoqata shkrimtarësh, edhe ose institucione kulturore. Dhe kështu që gjeta punë, bile Parlamenti Ndërkombëtar i Shkrimtarëve më kërkoi mua, që thanë do të punosh për ne, domethënë për të gjetur dhe për të propozuar raste shkrimtarësh ose artistësh që janë në situata të rrezikshme, domethënë që të përfitonin nga ajo që kisha përfituar unë, mbasi të marronja këtë bursën. Dhe kështu që punova për ata, fillova punën, pastaj kam punuar për institucion të Barcelonës e kështu me radhë. Tani jam freelance. Po gjithmonë në Barcelona më. Po, aty jam. Dhe në fakt, ju keni sjell shumë shkrimtar spanjoll pastaj më pas, sjell në gjitha kuptimet. Po është e natyrshme, domethënë duke jetuar si thua midis dy kulturave, dy letërsive, domethënë midis Shqipërisë nga vi edhe Barcelonës ku jetoj, domethënë Spanja, Katalonja, është e natyrshme që të shërbej si një farë ure për kulturën, në të dyja drejtimet, si thuash. Nuk ju bëri kjo që të ndaheshin nga shkrimi, domethënë ju kushtuat fort për kthimit, ju përktheni në mënyrë të jashtëzakonshme, ju bët një jetë tjetër apo shkrimi prap ishte brenda jush, doni të shkruani? Po, kam vazhduar, kam shkruar vazhdimisht, domethënë që u shkova atje, edhe shkrimi për mua është veprimtaria kryesore nga gjërat që bëj, është më e rëndësishme për mua. Do shkruani dot po të ishit këtu? Besoj se po, por ndoshta jo aq mirë. Po pse? Po, atje kam përfituar diçka edhe në raport me gjuhën shqipe, sepse atje mësova spanjishten, po është gjuha e parë që kam mësuar duke qenë shkrimtar. A ju nuk dini spanjisht kur shkuat? Jo, nuk dija fare. Kurse gjuhët e tjera, domethënë që dija, kisha mësuar para se të filloja të shkruaja, domethënë që mjaft i vogël ose në adoleshencë. Tani në kohën që shkruaja ishte sikur një gjuhë lindte brenda meje, domethënë kalonte nga strukturat më të thjeshta tek ato më të ndërlikuarat. Dhe kjo sigurisht ka induktuar edhe shqipen time. Dhe ndjej edhe të tjerë që lexuese kanë këtë që është bërë si më transparente fjalët, si më të dukshme, kupton? Në këtë drejtim ka ashtu. Pastaj nga ana tjetër është një vend më i hapur ndaj ideve, e një vend më i qetë, domethënë unë kam nevojë për qetësi që të punoj, të shkruaj. Pa, qetësi nga gjitha kuptimet, edhe financiare, edhe... Po, financiare, po, sigurisht, domethënë ketë një kushte normale, domethënë mos jesh... Që këtu akoma s'ja kemi dalë, domethënë të kemi atë mbijetesën, të këtë kalohet mbijetesa, sidomos për artin dhe kulturën. Si shikoni ju artistët, njerëzit që krijojnë, që bëjnë kulturë në Shqipëri, domethënë me kalimin e viteve, më keq? Jo, këtu ka njerëz talentuar, në gjitha fushat, letërsi, në pikturë, me sa kam parë, por nuk ka, si thuash, një hapësirë komunikimi letrar, ose hapësirë komunikimi kulturor. Ose janë si të veçuar. Në Kosovë është më ndryshe, për shembull. Po pse ne e kemi këtë problem? Domethënë janë njerëzit, po nuk komunikojnë, sa Kosova e ka bashkësinë. Po sepse këtu diktatura ka qenë më e skajshme se sa diktatura e Titos në Jugosllavi. Këtu ka qenë
si të thuash, komuniteti ka qenë imponuar nga lartë, atje ka pasur një farë autonomie. E me sa duket, këtu është si një lloj kundër reagimi ndaj asaj gjendje, ndaj atij kolektivizmit imponuar që ka qenë, domethënë, edhe të skajshëm, të dhunshëm në atë kohë. Prandaj kemi këtë që pak a shumë, po të vësh resh, askush nuk di gjërat e njëri tjetrit këtu. Domethënë nuk flitet për. Po, kjo është e vërtet. E thënë nga ju, mua po më hap syt tani, se edhe mua më duket sikur s'ka. Po në fakt ka, po nuk komunikohet. Po, një gjë tjetër. Një gjë që ndjeva unë gjatë librit janë disa gjëra, domethënë për të cilat për të gjitha kam mbajtur shënim, por ajo që më përsëritej më shpesh ishte tradhtia, më thënë miq që tradhojnë, ose habia që ti e kupton që të vjen prej miqve, edhe pse libri nis me frazën e famshme të librit, të filmit të famshëm të Bertolucit, që kuj siamo tutti amici, tutti amici. Po në fakt, prej miqve ndodh gjëja që ti zbulon në fund. Ky është një leitmotiv që vjen prej babait? Jo. Është në përgjithësi, domethënë, realiteti i vendeve totalitare. Që njerëzit i bëjnë dëm njëri tjetrit për të shtuar lëkurën. Po mirë, dikur ishte një vend totalitar dhe njerëzit donë shpëtojnë lëkurën duke bërë dëm njëri tjetrit. Po tani se detyroheshin. Tani është tjetër situatë dhe më thosha që më tepër njerëzit mbyllen ndaj njëri tjetrit ndoshta për shkak të interesit, duke parë interesin e tyre ngushësisht, dhe përsëri kjo si një reagim ndaj atij komuniteti ose kolektiviteti që ishte krijuar me dhunë në atë kohë. Ka që fort ka qenë ajo, ne nuk mund të shpëtojmë. Ka qenë e skajshme, domethënë, në atë kohë, thuash në krahasim me gjithë vendet e tjera të Europës lindore, quhej Shqipëria që Kambozha e Europës në atë kohë. Ka qenë më e skajshme, më e fuqishme dhe se sa në vendet e tjera, sigurisht. 1981 është viti që Mehmet Shehu vret veten. Unë isha 9 vjeçe, po shikoja lajmet. Dhe nuk e kuptova. Domethënë ky ishte një lajm domethënë nuk e kuptova jo rëndësinë, sepse ne ishim fëmijë politik, në një farë mënyrë ne rriteshim gjithë për të kuptuar, po nuk kuptova diçka që më ka ardhur një mizë dhe nuk ikën tani, që nuk kuptova diçka që akoma mua më kujtohet tani, ai momenti që unë dëgjova heshtje për rreth, domethënë jo keqardhje, jo habi, jo frikë. Nuk e di, ishte një gjë që se shpjegova dot, e kuptova kohë më pas kur ai u shpall armik. Po ju ku ishit në atë ditë? Unë isha në shtëpi. Në shtëpi. Domethënë kur gjatë asaj nate isha në shtëpi, po flija. Të nesër mëngjes u zgjova dhe shkova në kinostudio. Shkova në kinostudio në punë. Nuk fare asgjë. Fare. Pastaj erdhi një makinë e grupit shoqërimit të Timeti, edhe më thot shoferi që hajde se të kërkon Aliu, që ishte shefi i grupit shoqërimit. Shkoj atje unë, edhe kur hyn në shtëpi më thot vëllai se çka kishte ndodhur. Fare, më thon spritët dhe ikët. Ishte qetësi në shtëpi, nuk kishte kuptuar askush gjë. Gjatë natës jo, në mëngjes e gjetën. Në mëngjes e gjetën. Ajo është dita që ndryshoi gjithçka pastaj. Po, aty filloi. Që nga 81, jemi 2025-ën, për herë ka intervistat e njerëzve të ndryshëm që e kanë njohur ose nuk e kanë njohur dhe të gjithë flasin në mënyrën e tyre. Secili do thot një variant, që se si ai nuk vrau vete, se si e vran, se si e vrau Enver Hoxha, se si e vrau, të gjitha variantet e mundshme. Nëse ju keni të njëjtin variant gjithmonë për baban tuaj. Kam dyshuar një farë kohë, kur dola nga burgu, se dëgjova fjalë të tilla. Pastaj me sa kam parë, me sa kam verifikuar, domethënë me njerëz që janë marrë me atë punë, është që tani kam bindje që është vetë rastja. Ju ishit një djalë i rritur, 26 vjeç. Mjaftueshëm për të kuptuar gjithçka dhe babai nuk ju la asnjë shenjë. Iku pa asnjë shenjë? Tashi disa shenja i kisha vënë re. Shenjat ishin kujdesu për veten? Po më ka thënë një herë që kujdes, mos për të folur, kujdes, se fjala shkon aty ku nuk do ti. Po jo më shumë, kaq. Jo për çfarë të priste. Jo, vetëm kaq. E mendoni ndonjëherë çfarë ju priste juve? Po sigurisht. E mendoni? Po i kisha menduar dhe më përpara,
kur goditën të tjerë, ministra, kësha menduar që mund të ndodhi. E kështë menduar vetë, apo sepse flitej në shpirt? Vetë, jo, absolutisht në shpirt. Në atë kohë, po, kemi folur në shpirt, po me vlanë, jo me prindrit. Vetëm me vlanë, jo me prindrit? Jo. Ndërkaq, e dini që ishte ashtu si që ndodhi, apo mendoni që ishte... E mendoni që mund të vinte dita si që erdhi? E mendoja, po e mbaja vetëm në shpresë që jo. Juve s'ju pëlqen të flisni për këtë temë, ju duket e mbyllur me... Rrallë më vjen të flasë për këtë temë. Sepse është shumë e çuditshme. Unë ndjej që njerëz pafund që duan të flasin për të kaluarën, po e rikthejnë Mehmetçeun në një mënyrë tjetër, për cilën nuk është folur, sepse padyshim është Enver Hoxha edhe kaq. Ndërsa ata duan patjetër të tregojnë çfarë dinin për Mehmetçeun dhe kush ishte ai. Kanë qenë ata të zhgënjur nga djali që në një farë mënyrë e përfshiu veprën e babait e veprën e diktaturës, njerëz që e donin Mehmetçeun? Sigurisht ka njerëz që nuk ju ka pëlqyer, domethënë nuk i pëlqen pozicioni im, po çfarë të bëj? Nuk do pyes njeri se çfarë do them edhe çfarë do mendoj, aq më pak. Atë kisha mangull që të marr leje. Ju merrnit atëherë, jo tani. Jo, atëherë isha detyruar të merrja ose shifnja ku, domethënë kujdesesha që mos e shkelje, po tani... Tani ka gjëra që kanë ndryshuar, që ka gjëra që ju i shikoni ndryshe, i mendoni ndryshe për babain? Jo, në thelb jo. Në thelb nuk ka ndryshuar në gjë. Asgjë. Shumë e çuditshme është diçka tjetër në lidhje me gjetjen e tij. Ai ishte zhdukur, nuk gjendej, nuk kishte asnjë gjurmë. Ju kujtohet kur e gjetët? Po, sigurisht, ajo ka ndodhur vonë, ka ndodhur në 2001, po. Më thënë, sigurisht që e gjetëm, unë e kisha kërkuar në 96-ën, por nuk mund ta gjeja. Pastaj kërkoj vllajën, edhe e kisha lënë atë punë, kisha hequr shpresat. E kërkoj vllajën dhe e gjeti. I tha njerëz, i treguan? Po, na kishin thënë neve, dhe patëm gërmuar të vendi ku na thanë. Nga që zgjetëm dot, nuk është, shkoj vllajta, do ta bëj edhe një herë, do përpiqem. Mirë, thash më zvima atje, thash. A i shkoj, e gjeti dhe pastaj më telefonoj dhe shkova. Ishte gjetën vetëm atë apo dhe të tjerë? Jo, vetëm atë. Më qëllon që intervistoj njerëz të cilët... Nuk më ka qëlluar realisht asë njerë që të kem përballë një njeri i cili ka qenë në dy anë, dhe më thënë, ju i keni prekur të gjitha. Si e përballon njeriu këtë momentin që është brenda një dite, ndodh një ndryshim i madh. Dhe më thënë, një fëmijë i rritur mirë, në një zonë të mirë të një kryeqyteti, siç ishte Tirana, i rritur, kishte gjithçka, dhe befas nuk ka më asgjë. Po, ajo gjë, më thënë, sigurisht merr me mend që është diçka e rëndë. Po për të përshkruar pastaj është vështirë të bëhet bisedë. Kërkon diçka më tepër. Që të mund t'ja përcjellësh tjetrit. Në libër, megjithatë mund të tregohet në letërsi. Në letërsi po. Në letërsi po. Vetëm në letërsi mund të tregohet. Sepse ndryshe kur e thua në bisedë është... Jo, është tepër e thatë. E thatë. Po. Momenti se si befas e gjen veten në... Po. Si për shembull në libër, një njeri i cili e gjen veten nga kino studio, pas here unë këtë gjeja ti pare tuajat në libër, prandaj mendova që kishte shumë ngjashmëri personazhi. Dhe diçka që më bëri shumë përshtypje, që unë nuk e gjeja në libra të tjerë tuajt, këtu kishte shumë seks, gjë që nuk e gjeja në libra të tjerë. Jo, ka në libra të tjerë. Ka në libra të tjerë, ka menduar pak atë. Dhe kjo më ngacmoi, sepse duket si një vend, më thënë, një pasqyra e thatë, dhe befas kishte gra, ose saktë jo gra, se nuk e shikoja shumë mirë gratë, se sa shikoja marrëdhënien, më thënë, seksin që ishte në libër, i shpjeguar me të gjitha ngjyrat, në një kohë të thatë dhe pa ngjyra. Po mirë, ka ekzistuar dhe ekziston në çdo kohë, në çdo vend. Pastaj tjetër gjë sa e lirë është. Po, sepse s'ka lidhje kjo me... Po. Me ka... Më tepër do thosh erotizëm, se sa seks. Po, përmenda fjalën që e gabuar, po nga që erotizëm. Ishte një tjetër, bashkimi i personazheve, i atyre që krijohen me atyre që janë reale, dhe dëshira juaj për t'ju gjetur një fund tjetër, domethënë ishte gjithashtu e dukshme. Për shembull, ajo që është historia e njohur e Zaho Kokës me Ramizen, ju doni t'i gjenit një fund ndryshe.
dhe e futët në këtë libër. Është një histori që ju ka tërhequr, jeni marrë ju me Ramizen dhe me Zahon në variante të tjera? Jo, unë kam lexuar për këtë histori dhe e ndërfuta në libër për të ndërthurur disi me jetën dhe fundin e personazhit e babait të protagonistit, domethënë, të librit, të personazhit kryesor. Prandaj ju desh historia e Ramizes. Po. Se kur duke parë filmin e Bertolucci, Strategjia e Mangës, me njëherë më shkoi mendja te kjo. Edhe e kisha parë herë këtë film, po dhe kur domethënë kjo tregimi i Borgesit, që është i shkurtër, një 6 faqe, dhe ai ma çojt në çonte mendjen te kjo histori. Jo, te historia e Mustafa Gjenishit ma ka çuar, që atë gjithashtu e kam ndërthurur këtu. Po, gjithashtu, po janë disa histori, po të ridimensionuara, domethënë të treguara në një mënyrë që unë nuk e di a është e vërteta, apo s'është e thënë ti e vërtetë. Janë vërteta, ato që kam thënë unë janë të vërteta me sa kam mundur të lumtoj. Vërtet? Po, nuk do të rrilloju për personazhe historik. Po. Nuk do të rrilloju. Mendova se kishte shtuar, ishte një frazë për shembull që më ngacmoi shumë kur Absolutisht, asgjë s'ka shtuar. Wow. Nuk e dija këtë moment fjalët e Zaho Kokos, nuk e dija. Kisha menduar komplet. Për cilat fjalë keni? Kur ai tregon për Ramizen se është ajo që është shtyu, që ajo më tha. Po. Merr të pas dhëmbësh. Janë të dokumentuara. Janë dëshmira që janë dhënë atë kohë, që gjyqi që është bërë, janë të gjitha dokumentuara. Dhe pastaj ju e risillni në një mënyrë tjetër këtë vrasje, sillni edhe me një fund tjetër. Te personazhi i librit, ai trilluar. Patjetër, në personazhi i librit. Bëj një paralelizëm, por me ndryshim. Ndërsa Liri Gega dhe Mustafa Gjenishti, por kanë një prap, keni dëshirë që t'i fusni ata personazhe. Ju kishit njohje për ta në dy kohëra tuaja, në cilën kohë patët njohje për historitë të tyre? Për historinë e tyre? Po. Për Mustafa Gjenishin kisha dëgjuar që në atë kohë ka treguar diçka Gramos Pashko. Po flasim për para? Po, për para, kur kemi qenë student. Kurse për Liri Gegën nuk dija shumë. Dija vetëm ato që është pushkatuar me foshnjën e bark. Dhe që Krushovi, domethënë ka tërhequr vretjen e Verhoxhës. Se e bëre. Po ju s'dinit më shumë. Jo, kaq dija. Po për Liri Belishovën, dinit? Për Liri Belishovën dija pak gjëra, kam mësuar më shumë, kam mësuar më vonë, edhe duke parë dokumente, po duke biseduar me Liri Belishovën. Sepse ju i kushtuat asaj? Po, një libër. Libër që nuk është letërsi, është, si thua, ese biografike. Ju dëroj që si personazh? Po, jashtëzakonisht. Edhe ajo ishte njëri që përkiste dy kohëve në një farë mënyre. Po, sigurisht. Kishte këtë gjë, por bile ajo dënua 2 herë, domethënë ra 2 herë nga pushteti. Kjo është që e bën edhe më interesante. Domethënë ra, u ngjit në majat e pushtetit dhe pastaj ra prapë. Kur ishin në Burg, shkruanit? Në Burg po kam shkruar. Kam shkruar tregime, novela, kam shkruar 200-300 faqe, të cilat janë botuar pastaj. Këto ishin ajo që ishte të Burg. Kur shkruan në Burg e ke një pengesë, domethënë apo s'ka, nuk të pengon, prapë Burgu të shkruash. Pengesë duhet, domethënë, nuk desh një farkoj ta gjeja atë mënyrën se si ti shmangesh asaj me fjalë. Mjaftonte mos shkruaja gjëra që tishin haptazi, të kuptoheshin se për çfarë bëj fjalë. Po ajo mund të ketë një diçka të dobishme për letërsinë, kuptimin e cilësisë letrare, siç thot Danilo Kishi për shembull, që shkrimtari në kushtet e censurës mund të arrijë, domethënë që t'i dredhojë asaj duke përdorur gjithë zgjuarsinë dhe gjithë hapësitë e tija, nëpërmjet metaforës që është figurë letrare. Domethënë të thuash një gjë për një gjë tjetër. Dhe me këtë fiton letërsia, thotë. Dhe metafora ka qenë një gjë që vazhdimisht më ka pas pëlqyer, më ka pas tërhequr, është shkruar metaforike. Kadreja përdor ta për shembull këtë gjë? Shumë, krejtësisht në veprat e tij ka përdorur shumë. Pikërisht kur lexoja këtë Danilo Kishin kujtoj Kadreja. Ju mungon Kadreja? Sigurisht. Në këtë libër, nëse doni ta dini, e kam mbaruar 1 orë para se të merrja vesh që Ismaili kishte hikur. Domethënë, atë ditë në mëngjes, pash dhe një herë të që kisha shkruar, bëra ato retushet e fundit,
kur mbas në një orë më vjen njoftimi, ai kishte hikur ndërkohë, po më vjen njoftimi nga Tirana. Kishte treguar atij që po shkruani këtë libër? Jo. Nuk komunikonit më pas. Komunikonim, po për këtë jo, nuk kam shkruar. Që jo. Ju kur shkruani, komunikoni me njerëz që i tregoni apo jo? Kjo është personale. Pak. Pra edhe Ismaili ka gjurmë këtu. Me iken. Po ka gjurmë, ka një përkim, një koincidencë, po nuk është se ky është ndryshon, është ndoshta nga gjërat më të ndryshme, më ndryshe prej Kadares nga ato që kam shkruar unë, them. Nuk ka, për shembull, unë shikoja dikën një regjisor këtu që ishte dikur me ju dhe e kërkoja, thash kush mund të jetë ai, se nuk e di ne kërkojmë. Jo me mua, është me personazhin, jo me mua. Me personazhin e drejtë, sepse kjo ishte ngatresa që njeriu ngatron personazhin. Edhe diçka që më bën përshtypje, mbase kam gabim personale. Unë e shikoj babain tuaj, i shikoj disa gjëra. Nëna nuk e shikoj. Në atë që ju shkruani, nuk e di pse. Ndoshta ajo nuk ka pasur një rol aq të rëndësishëm në kuptimin politik, ishte në hijen e babait e gjitha. Këtë e kam në një farë mënyrë ndoshta e kam nxjerrë në një roman tjetër që kam shkruar më përpara, që prapë është ky konflikti i protagonistit me baban, i cili ka qenë me pushtet, po me pushtet jo në një i lartë, domethënë oficer në ushtri kishte qenë. Dhe kur mendon për nënën, pastaj është, më thënë pikërisht pak a shumë kjo që ju thash juve. Konflikti juaj, thellë ishte konflikti interiu apo konflikti ideologjik? Konflikt Bashkë janë ato. Më thënë filloi si konflikt interiu dhe pastaj u shndrua në konflikt ideologjik. Më thënë me mua në fillim ka nisur nga muzika rock. Pastaj kaloi ke letërsia dhe pastaj te politika. Te letërsia ndaluar dhe pastaj te politika. Babai e bënte se nuk e pëlqente këtë që bëje, apo e bënte se druaj? Më thënë, të të ndalonte. Të thoshte kujdes, mos del dark, kujdes të muzikë, kujdes të shkrimtar, kujdes të letërsi. Ku ishte përplasja e tij? Apo nuk e pëlqente? Apo vetëm kishte frikë? E pëlqente dhe nuk donte që kjo të ndodhte me tij. Po nuk e pëlqente, sigurisht nuk e pëlqente. Kur kthehesh tani në kohë dhe të kujtohet, ka ndonjë gjë që e ke kuptuar ndryshe nga mënyra se si ai nuk i pëlqente gjërat e tua? Diçka që mund të jesh keq kuptuar? Ndoshta ndonjë gjë. Po në përgjithësi jo. E ke kuptuar shumë mirë, domethënë, gjithë e ke kuptuar shumë mirë të tjetë. Po, besoj se po. Vetë, si i patë marrëdhënie me, shumë personale, në fakt nuk e di, kam drejt pyet, po unë po pyes, me fëmijën, a patë do të njëjtin problem si ti me babain, u përcoll? Unë me fëmijët e mi? Jo. Jo. Sepse bëret kundërtën? Mund të themi të kundërtën ose që jam ndryshe. Ndonjëherë mendoj që me kalimin e kohës, një njeri i cili është i ri dhe vitet bëjnë të vetën, rikthehet tek babai dhe thotë që okay, ai kishte të drejtë për disa gjëra ose për shumë gjëra ose befas bëhet si ai. Ju ja ndaluat vetes të ndodhte kjo. Çfarë? Të bëhesh si babai. Po sigurisht që s'mund ta pranoje që të, ashtu. Ç'kuptim do kisha, pse të kthehesh atje? A mendoni që ishte një çmim jashtëzakonisht i lartë i asaj që ndodhi familjes suaj? Në fakt, është një gjë që sa më lartë të jesh kur bie, aq më shumë e pson, aq më shumë dëmtohesh. Dhe nga ata që janë dëmtuar, ky ka qenë më lartë, mund të themi. Ju qëllon që të takoni njerëz që kanë kujtime prej tij? Në Spanjë. Në Spanjë? Shiko, atje ka pasur 60.000 vullnetar të huaj. Po. Ai nuk ka qenë, ju shihni si kryeministër këtu. Po. Atje ai ka qenë një oficer i vogël, një toger ka qenë. Ishte 24 vjeç. Po në Shqipëri? Si në Shqipëri. Njerëz që kanë luftuar me të, njerëz kanë jetuar me të, njerëz kanë kujtime. Po më përpara, se tani ata s'janë më ose janë shumë pleq. Kishit dëshirë të flisin me ta apo donit që kjo temë ishte e mbyllur? Përgjithësi, siç u thash, nuk kam dëshirë të flas. E kuptoj. Ose rrallë herë kam dëshirë. Është dukshme, po
Më falë që vazhdoj pyes. Të lutem. Dua të rikthehem te libri, po dhe te libri është një problem që nuk dua të flas shumë, sepse besoj është lexuesi që duhet të mos ketë shumë, duhet të mos di shumë, më mirë ta shikoj vetë. Ju çfarë ndjeni për këtë libër? Do të thënë, u thanë të gjitha që duheshin të thënë apo? Po. Mendoj se është i plot. Mendoni se është i plot. Më thënë. Aq sa mund të bëj unë. Ja, po lexoj diçka në fund. Lexuesi do të endet në faqet e këtij romani të ndërtuar jashtëzakonisht bukur, pa e kuptuar nëse historia që po lexon është ajo e personazheve që kanë ekzistuar vërtet, si ajo e Ramize Gjebres apo e Mustafa Gjinishtit, me të cilat ndërthuret apo do të përshkroj fillin e një trillimi të mirëfillt. Kjo është një gjë që të shoqëron gjithkohës, ndjesia që ti je duke folur, je duke kuptuar diçka reale apo është diçka që ti nuk po e kupton. Dhe kjo është përgjatë gjithë librit, por ka një fuqi të madhe në çdo fjalë të thënë shumë thjesht, një fuqi të tillë nga ato që më bëri mua qysh në fillim të faqeve të para, të kisha atë tronditjen e një ide që më kishin internuar. Në fakt, realisht një njeri këtyre korave nuk e kupton atë kohë dhe për këtë arsye, se nuk e kupton çdo thotë të internojnë, të marrin dhe të çojnë asgjëkundi. Dhe pyetja që ti bën është kur mund t'i marr rrobat e mia në Tiranë. Dhe kjo duket si pyetje normale, dhe këtë e bën dhe personazhi në libër. E keni bërë ju dikur këtë? Jo. Apo ju s'kishit më shtëpi në Tiranë kur ikët? Jo, s'kishim. Asgjë. Keni gjëra nga kujtimet asaj kohe, ka ngelur diçka? Kujtime kam shumë, sigurisht. Materiale? Jo, materiale pak gjë. Shumë pak. Nuk dia kam. Nuk dia kam. Kaloni nga shtëpia, për shembull në Vlorë, ku unë kam lindur, gjithmonë po e shtëpia e Mehmetit, gjithmonë e vila e bukur në det. Kaloni andej, shikoni me syrin e fëmirisë apo nuk doni të përballë? Po ajo ka ndryshuar, domethënë në atë gjendje siç është vila tani, që është rikonstruktuar e gjitha, atje nuk kam qenë asnjëherë. Ka qenë shumë më e vogël kur kam qenë unë. Në vilën e re? Po, atje që është në këtë ujë të ftohtë. Po atje me siguri keni mësuar notin. Jo, më shumë shkonim në Durrës. Në Durrës, nuk rinit shumë tek ai vend. Prandaj nuk është se ju thotë shumë. Po thot, po, domethënë është kohë largët edhe pak, domethënë shtëpia siç është tani nuk ka qenë, a kupton? Nuk ka qenë, nuk kam qenë në atë shtëpi. Ka qenë shumë më e vogël, po kam qenë unë. Si a dolët ju që gjithë kaq shumë kujtime, kaq shumë histori, kaq shumë gjëra dhe ju në një farë mënyrë nuk u bët pengu tyre as robi tyre. Ju keni patët një të ardhme, ju jeni njëri me dashuri për njeriu, për gjuhën, për letërsinë, për romanin, për të gjitha. Si shpëtuat ju, domethënë? Se Elmi brenda vetes na mbyt kur është aq i vogël, jo? Po, më ka ndihmuar natyrisht letërsia të shkruarit. Natyrisht pastaj edhe në burg ka qenë edhe solidariteti, domethënë me të bashkëvuajtësit. Edhe më ka ndihmuar. Si ka mundësi që ata ishin solidarë, kur ju ishte djali një njeriu i cili mund të kishte shkaktuar fatkeqësi disa prej tyre, regjimin që përfaqësonte? Po ja që kishin humanizëm. Njerëzit në burg. Po. Kishte humanizëm. Nuk patët asnjëherë probleme aty. Jo, nuk kam pasur. E ju tregova për një njeri i cili foli për 313-ën. Tregoj thjesht një detaj kur u erdhi një çokoladë. Nuk e vazhdova, nuk doja ta vazhdonte, por ai fliste me shumë dashuri për ju. Për një djalë të ri që futej të 313 në një... Dhe ata e dinin historinë dhe nuk arrinin dot ta kuptonin si kishte ardhur ajo. Por, Barcelona ka rol në shpëtimin tuaj? Si individ? Jo, ishe i shpëtuar tashmë. Ishe shpëtuar? Po që atje është, ju thash, që ka ato të mirat e vetat. Që e përmenda që pare. Po, ndërkaq, Barcelona, çfarë ndikimi ka ke ju? Apo tani kollaj ju mund ta ndryshonit me Shqipërinë, mund vinit kollaj dhe thoshit do kthehem. Apo jo? Po, duhet ta fillonja këtu jetën pastaj nga e para. Më thënë, mund vi her pas here, po duhet ta filloja nga e para, nëse do vi. Po ju ndoshta do vi dikur, nuk e di. Jo, ju shikojt shumë të përfshirë në her pas here, domethënë me librat, me nevojën për të qenë pjesë, domethënë ju e doni Shqipërinë, nuk keni. Po, mundësitë e komunikimit sot janë të tilla që mund të i çon librin, mund të e boton këtu, s'ka problem, ose mund të dalësh dhe në mund të japësh intervista duke qenë atje, mund të shosh artikuj, nuk ka asnjë
kufizim nga kjo anë, përkthimet e këto gjëra. Pastaj fakti që thash vi prej këtej, po jam atje, kjo pastaj është e natyrshme që unë të përkthej edhe ose të sjell njerëz këtu prandaj, të çoj atje njerëz prej këtej. Njerëzit me cilin ju komunikoni tani që jeni në punën tuaj, shkrimtarët që përktheni, njerëzit me cilin rini, e dini historinë tuaj? Po e din. E din. Po. Kanë kuriozitet apo kanë kujdes që të mos e prekin? Po edhe kanë kuriozitet. Edhe kanë shkruar disa prej tyre. Javier Cercas, për shembull. Po. Kur botova një roman në Spanjë, më thënë para disa vjetësh, ai bëri në El País, gazetë kryesore, bëri një shkrim dhe foli edhe për historinë time. Se interesante. Ju e sollët Cercas në Tiranë? E kam sjell 2 herë. Në një prej herëve, unë e kam intervistuar, kemi qenë bashkë. Po. Dhe ai tha një gjë që unë saroj kur, në lidhje me nevojën që njerëzit që janë nëpër rrugë, nuk e kuptoj pse nuk i ngjiten malit, ç'bëjnë që nuk i ngjiten nëpër mal. Këtë gjë e kam kuptuar kur pallatet filluan ta mbulojnë Dajtin. Dhe unë atëherë fillova ndjej nevojën që ta shikoj më së pari dhe pastaj edhe ta hec. Kjo është një gjë që se kuptojmë kur e kemi. Dhe një prej arsyeve që shumë spanjoll erdhën këtu, shumë shkrimtarë jeni ju, me faktin që i përkthyet në shqipen që duam. Kjo nuk ju pengoj për të shkruar libra tuaj, fakti që përktheni? Jo, s'pak. Fare? Gjërat ndryshme, jo, s'ka pse të më pengoj. Ju po shkruani përsëri tani? Tani në këtë moment, jo. Jo, ky është libri. Ky është, po. Për cilin tani do... Po, kjo besoj është intervista e parë, do pasohet nga të tjera, që do thonit ju vetë për këtë libër, pa ju pyetur? Si doja tregonit një njeriu? Do t'i thosha atë që është tregimi i Borgesit, të cilin Bertolucci e ka shndruar në vepër kinematografike, dhe pastaj unë, duke i bërë si me thënë një ekranizim të lirë, pastaj unë i kam bërë një letrarizim të lirë filmit të Bertolucci që ka brenda tregimin e Borgesit. Më thënë, kaq do t'i thosha në përgjithësi, më dhe kaq them. Pastaj le ta lexojnë si duan. Ose do thosha natyrisht ka ngjarje që ajo që tregohet në qoftë në tregimin e Borgesit, që rrëfehet, qoftë në tregimin e Borgesit, qoftë në filmin e Bertolucci, ka paralele me ngjarje reale në jetën në historinë e Shqipërisë, të cilat i kam përfshirë, siç folëm që pare. Përfshirë edhe përjetuar. Më tepër janë paralelizm, nuk janë përjetuar. Ato janë historia e Ramize Gjerbres dhe ajo e Mustafa Gjenishit. Po. Ku që ka ndodhur para se unë të linja. Jo, po flas për internimin. Internimi nuk ka lidhje me tregimin e Borgesit dhe me filmin e Bertolucci. Është pjesë që përfshihet në këtë historinë që kam trilluar unë, si me thënë. Se ka shumë gjëra që natyrisht nuk janë as e njëri as të tjetri. Pra nuk është një libër i thjeshtë, me pak fjalë. Nuk mund të themi që ky është një libër i thjeshtë, që ti merre, lexoje brenda një nate dhe okay, pastaj do ta lësh në bibliotekë. Ky është një libër që do vëmendje për ta lexuar, do kulturë, do duhet të kesh parë gjëra për cilën ju flisni, edhe do çfarë tjetër? Këto që thatë ju, besoj, janë mëse të mjaftueshme. Dua të rikthem dhe pak në këtë moment që po kalon Shqipëria, bota, nuk e di si është në Spanjë, për shembull, ka një vëmendje ndaj çfarë po ndodh, cila është vëmendja, se në Shqipëri ne jemi popull politik, flasim të gjithë për Trumpin. Për çfarë po ndodh në botë, sigurisht që ka. Spanja ka këtë. Po, sigurisht që ka. Të paktën në media shoh, domethënë, po edhe në njerëzit, ndonjëherë dëgjoj edhe në kafe dhe nga njerëz të thjeshtë. Që ka një shqetësim. Gjëja për cilën tani po flitet shumë në Shqipëri është lufta. Njerëzit flasin për luftën me normalitet dhe thonë që shumë prej gjërave të dikurshme, dhe madje e shoh njerëz që intervistoj, duheshin bërë. Do thënë armët, armatimi, ushtria, komandimi, gjithçka. Dhe prandaj thash faktin që në të gjitha këto intervista që unë po marr, përmendet babai juaj edhe roli i tij në atë që quaj diktaturë në Shqipëri, por që quaj edhe ndërtimi një shteti. Ju duket kjo një lloj dëshire që kanë njerëzit për të marrë me llafe? Pse e bëjnë këtë shqiptarët, që rikthehen në kohë dhe thonë që po, ajo kohë ishte... Po ka njerëz që kanë nostalgji për atë kohë, ndoshta edhe nga zhgënjimi që ndjejnë, domethënë, prej kohës tanishme, prej kohëve të sotme,
por edhe nga harrimi, mund jetë, po edhe në një farë lidhje ndoshta edhe ideologjike që mund ta kenë të trashëguar, të përcjellë nga prindja apo nga gjyshi, apo më thënë varet se nga vinë këta njerëz. Nuk besoj të jenë nga ata që kanë vojtur. Po. Do të thënë njëri që ka vojtur kur, nuk do thoshte që bunkerët duheshin, që armatimi duhej, ai s'do fliste. Jo, është tjetër gjë. Bunkerët është tjetër gjë, ka të bëjë me atë delirin e autoizolimit. Edhe armatimi që këtë, do të thënë, Shqipëria do përballonte një sulm të njëkohshëm të NATO-s e Traktatit të Varshavës. Ajo është një, edhe për të krijuar një lloj psikoze, po edhe për të induktuar vetes një lloj psikoze, do thosha unë. Po sigurisht një vend duhet të armatohet, po atëherë ishin kushte krejtësisht të tjera, nuk ishte Shqipëria, domethënë që do përleshej me NATO-n e me Traktatin e Varshavës, nuk ishte tjetër konjunkturë. Kurse tani Shqipëria është në NATO, po është tani problemi është i armatosjes së Europës. Ju duket sikur po rikthehet një kohë, domethënë sikur po dëgjon një lajm që ke pas dëgjuar para shumë vitesh, sikur je një i rilindur në një trup tjetër dhe po jeton një kohë armatimesh. Çfarë përjetimi keni ju kur dëgjoni? Më tepër se sa atë kohë, domethënë të armatimit në kohën e komunizmit, më tepër më çon në një kohë historike më të hershme që unë nuk e kam jetuar, në vitet 20-30 shekullit kaluar. Jo në Shqipëri, kudo? Në Europë. Në Europë. Po. E ndjeni domethënë. Po, është evidente, nuk është, domethënë është me gjërat që thuan nga Shtëpia e Bardhë sot, me përkrajen që kanë dhe me rritjen e partive, domethënë fashiste, neofashiste në Europë, me simpatin që kanë një pjesë e këtyre, domethënë partive neofashiste, për një autokrat si Putini, për shembull. Janë kohë të vështira për demokracinë. Për shembull, mbyllet zëri i Amerikës, si vjen kjo për ju? Si lejmë? Po, edhe kjo është një shenjë që është fundi i një kohe, domethënë. Dhe kjo dëmton dhe Amerikën shumë, se forca e Amerikës nuk është vetëm fuqia ushtarake. Amerika sa luftra ka humbur me shtete shumë të vogla. Është ajo që quhet soft power, domethënë fuqia të rreqëse që ka, që është dhe Hollywoodi, është Broadway, janë shumë gjëra, domethënë që e të rriqnin. Është edhe mirëqenia, është edhe kultura, gjitha këto. Si mund të vinim në këtë ditë? Mënyrë e jetesës amerikane. Si u erdhët në këtë ditë? Ky është muhabet i gjatë, donte një emision tjetër. Me dy fjalë do thosha që është po ajo që po ndodh jo vetëm në Amerikë, edhe është kudo sot që fryn një erë e tillë. Mendoj që kjo vjen pikërisht nga ajo që quhet neoliberalizëm, domethënë tkurrja e shtetit mirëqenies dhe si thua një lloj çrregullimi i tregut, dhe një shpërndarje e padrejtë e pasurisë. Ju jeni majt? Po. Po jo i majt si Partia Socialiste. Partia Socialiste s'ka asgjë të majt. Çfarë ka Partia Socialiste? Partia Socialiste është një parti neoliberale si të tjera, domethënë. Si gjithë të tjera, dhe i përshtatet kohës. Nuk ka shumë ndryshim nga PD-ja në këtë drejtim. Nuk ka. Kurse socialdemokracia skandinave për shembull është krejt tjetër gjë. Në Spanjë, për shembull, janë të majt? Po është Partia Socialiste, pastaj ka parti që janë më të majta, se Partia Socialiste janë në koalicion me të. Sot. Ju keni njohur personazhet nga afër, personazhet që dominojnë politikën shqiptare, si Berishën edhe Ramën, besoj. Po, e kam njohur. Besoj më shumë Ramën. Po. Ka ndryshuar shumë? Si? Ka ndryshuar shumë? Po, pushteti ndryshon, sigurisht. Kjo si duket është, që pushteti ndryshon njerëzit. E takoni përsëri Ramën? Ka ca kohë se kam takuar. Ndërsa Berishën? Berishën e kam takuar në fillim kur dola nga burgu, në Tenjishin, kam takuar 1-2 herë, ishte lideri i opozitës në atë kohë. Edhe kaq, nuk është se mbajtet më rreth për sa kohë 97-a ishte një për arsyeve që. Po as më përpara, domethënë nuk e kam, mbas në Tenjishit nuk e kam takuar më. Po Tirana, si është? Shqipëria, si është? Tash edhe kjo don të njohur ti. Po jo sa erdhën nga, ju tani keni ardhur, ju dy keni ardhur praktikisht, edhe kjo Shqipëria sikur ndryshon me ditë. Ka gjëra që janë më mirë, ka gjëra që janë më keq. Ka një lloj sistemimi të qytetit, të qendrës, një lloj glamori, ka më shumë drita, rrugët më të mira, po nga ana tjetër janë këto kullat që janë krejt, janë absurde.
Në absolutisht të frikshme. Të frikshme? Të frikshme, ja. Po, kur shoh ato mendoj për Serkasin që thot lidhjen me Dajtin. Ndërkohë, edhe kjo do një emision tjetër, po unë po e bëj si pyetje, është në Burg një djalë i cili drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe lideri i opozitës Berisha e përmend gjithmonë fatin e tij si një fat të ngjashëm me babai tuaj. S'ka lidhje fare, është tjetër situatë dhe të tjera shkaqe janë këto. Po i ç'bëj dhe kthehem te e kaluara edhe për një gabim të madh në fakt, po duke ditur sa ju doni të dini që e ndiqni këtë ekran, po nuk mund të bësh pyetje që duke bezdisur, kjo është e qartë. Dhe për më tepër kur ftesa është për një libër. Po ne gjejmë mundësinë për ta përdorur edhe letërsinë për të folur për realitetin. Po letërsia në fakt nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë është letërsia? Çfarë është letërsia? Letërsia në radhë parë nuk është që pasqyron realitetin, po e merr realitetin si pretekst dhe bën një parodi të realitetit. Letërsia është kërkimi i qenies, i misterit të qenies. I misterit të shpirtit njerëzor dhe i qenies si të tillë. Duke lexuar dhe shkruar, e keni gjetur ju? Duke lexuar dhe shkruar, ju e keni gjetur misterin? Ai nuk gjendet asnjëherë. Ai në një farë mënyrë përjetohet. Mund të thuash. Nuk mund të gjendet në mënyrë që ta shprehësh me fjalë, të thuash që është kështu, është kjo, është kjo. Përveç se duke shkruar një libër tjetër. Më thënë, e rëndësishme është rruga, ajo është ajo që na knaq, që na mbush, që na pëlqen. Shkrimtarët që ju tani pëlqeni? Libra që ju po lexoni? Rilexova një libër Danilo Kishit tani. Një varr për Boris Davidovicin. Ju rikthyet? Po. Për ndonjë arsye të veçantë? Për të tretën herë. Për tretën herë? Po. Po është arsye doja të lexoj një libër të mirë dhe rilexova. E njëkohësisht tani jam duke dhënë një seri leksionesh në Universitetin Mesdhetar, politika dhe letërsia moderne, dhe një nga autorët për cilë do flasë është Danilo Kishi, por jo konkretisht për këtë libër. Në universitetin në Shqipëri? Si? Mësime në Shqipëri? Po jap leksionin e një nga Universitetin Mesdhetar. Dëgjojnë për letërsinë të rinjt e TikTokut? Ata janë të vëmendshëm, ata që vinë në kursin tim janë të vëmendshëm, që vinë leksionet e mia. Kanë pyetje? Po, sot kishte pyetje, ishin interesante. Për letërsinë vetë? Më tepër ishin përgjigje, që i bërë një profesor, se sa pyetje. Po kishin të bërë me estetikën më tepër. Më thënë janë të vëmendshëm, ndryshe shpendojmë ne që rinia e TikTokut e zhurmave, ata njerëz që ju ata keni student? Ata që kanë ardhur atje janë të vëmendshëm. Të vëmendshëm. Ose interesante. Ju falenderoj shumë për këtë. Faleminderit ju që më ftuat. Faleminderit dhe ju uroj shumë fat librit tuaj. Faleminderit. Ky është libri, është Merimanga dhe Pasdekja. Uroj që ta merrni dhe ta shihoni. Faleminderit.